Këtë fundjavë u mbajt edicioni 25 jubilar kampionati ballkanik i karates për kadet, junior dhe U21, ku morën pjesë 1230 garues nga 13 vende ballkanike. Fitues i përgjithshëm i këtij edicioni jubilar doli reprezentacioni Bosnia-Hercegovinës me 33 medalje, para Turqisë me 28 dhe Serbisë me 25 medalje. Maqedonia e Veriut u rëndit e 8 me 10 medalje, 1 të arit, 5 të argjentit dhe 4 të bronzta. Pas kthimit nga Kroacia, drejtori sportiv Arlind Huseini tha se krahasuar me vitet e kaluara, rezultatet janë më të dobta, por këtë vit konkurenca ishte shumë e madhe. Mund të thënë se më pak të kënaqur se sa vitin e kaluar, pasi se vitin e kaluar ishte shumë më mirë me rezultat, por nuk do të thotë që ky vit ishte i pasuksesshëm. Edhe ky vit ishte i suksesshëm me 8 medalje të arritura nga reprezentacioni i Maqedonisë, një ndër ta edhe në kategorinë ekipore të U21-shit fituam medaljen e argjend, që shumë pak na duheshte që të fitojmë edhe medaljen e arit. Sa i përket karatistëve shqiptar që ishin pjesë e reprezentacionit, ata fituan gjithsej 5 medalje, edhe pse realisht është pritur shumë më tepër se kaq. Në përgjithësi nuk jam shumë i kënaqur me të arritura, siç thash edhe pak më parë, por thash të gjithë dhanë maksimumin në këtë garë, edhe pse mundeshim më tepër. Sa i përket pyetjes se shqiptarët sa fituan, më thonë gjithsej 5 medalje fituan, ndoshta asnjë të arit, por shumë afër ishim të fitojmë edhe medalje ari në kategoritë kadet junior dhe U21. Por dhanë maksimumin, fati në sport kështu është, ndonjëherë edhe mund të edhe mos jesh fituesi kategorisë. Në këtë kampionat ballkanik të karates, krahas garuesve, Maqedoninë e Veriut e kanë përfaqësuar me sukses edhe 4 arbitrat, të cilët kanë ndajtur drejtësi.